ka qenë e organizuar shumë mirë nga ana e strukturave sërbe për pastrimin etnik të shqiptarëve, pak edhe pjesën emocionuese për kësaj teme. Po nuk e kujtoj shumë mirë, por saj ka qenë edhe nëna ime, Selia Abrashi. Atë natë ka qenë një natë e tmerrshme, për arsye se bën prezencën e forcave të korit të ato nikut, realisht afër 6.000 pas të fundimit ka qenë e organizuar shumë mirë nga ana e strukturave sërbe për pastrimin etnik të shqiptarëve. Ka qenë një natë e tmerrshme, realisht vrasjet janë bërë pa dallëngjinie, pa dallim moshe, mënyrën më barbare, me bomba, me anë ftofta dhe me gjithçka që kanë mundë ata, si janë pak edhe pjesën emocionuese për kësaj teme për se taj të foli se kam qenë moshë 13 vjeçare, atë nuk e kujtoj shumë mirë,